Zoti, për të treguar se të atilla pyetje kanë shkaktuar dëme për popujt e kaluar, urdhëron e thot: Qad sa'alaha qaumun min qablikum, thumma asbahu biha kafirin. Me të vërtet ka pyetur për të tilla çështje edhe një komb i kaluar para jush, pastaj ata i mohuan përgjigjet e dhëna atyre pyetjeve. Shpjegime. Beni Israilët i pyesnin pejgamberët për disa çështje, por sapo merrnin përgjigjen për pyetjet e bëra, i mohonin ato dhe nuk vepronin sipas thënieve të pejgamberëve. Kështu ata rrezikuan veten. Beni Israilët i thanë, për shembull, pejgamberit të asaj kohe: na cakto një mbret se do të luftojmë në rrugën e Zotit. Mirëpo kur pejgamberi u tha atyre se mbreti ishte emëruar ta luti, ata e kthyen fjalën dhe s'deshën të luftonin. Pra Zoti na ndaloi të kërkojmë ato gjëra për të cilat nuk jemi të detyruar, sepse kërkimi i gjërave që s'duhen ka qenë zakoni kombeve të kaluara dhe për këto arsye ata janë zhdukur. Zoti thot: në qoftë se edhe ju ngulni këmbë në të atilla kërkesa, do t'u përngjani atyre dhe do të rrezikoheni si ata. Kështu e ka forcuar Zoti ndalimin dhe i ka friksuar ata njerëz që ngulmojnë në të tilla kërkesa. Zoti, për t'i ndaluar njerëzit që të marrin përsipër detyrime që nuk janë vënë nga ana e Zotit, urdhëron e thot: Ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibati wala wasila wala hami walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Zoti nuk ka bërë me shrua, ligjëruar, as behirën, as saibën, as vesilën dhe as hamin, janë mohuesit ata që shpifnin gënjeshtra për Zotin, por shumica e tyre nuk mendojnë se janë duke shpifur kundër Zotit. Shpjegime. Niametullah Efendiu dhe Kaziu thonë se behira në kohën e xahilijetit quhej deveja që kishte pjell 5 herë dhe të pesin e kishte lindur mashkull. Kësaj deveja ata i çanin veshin dhe lëshonin të livadhiste në përkullot dhe nuk e përdorin as për t'i hipur, as për ta ngarkuar dhe nuk pinin as qumshtin e saj. Këto lloje punësh ata i numëronin si adhurime, e Zoti ynë e ka refuzuar respektimin e asaj deveje. Saibe quhej ajo deve që ishte liruar nga të gjitha punët. Kur ndonjëri ishte i smur ose kishte ndonjë punë me shumë rëndësi, thonte: nëse shërohem ose nëse ajo punë bëhet ashtu siç e dëshiroj unë, deveja ime qoftë saibe, qoftë borxh mbi mua, lirimi dhe vesime nga të gjitha punët. Këtë ata e njihnin si adhurim. Vesile në atë kohë quheshin këto dy punë: një dele në qoftë se ajo pillte qingj femër, e mbanin për vete, e në qoftë se delja pillte qingj mashkull, e caktonin për t'ua bërë kurban idhujve. 2. Në qoftë se delja në një bar pillte 2 qingja, njërin mashkull dhe tjetrin femër, të 2 qingjat i bënin kurban për idhujt sipas kësaj mënyre. Mashkullin e thernin para vetes dhe femrën e thernin mbrapa vetes. Ham quhej deveja që kishte lindur 10 herë dhe këtë deve ata e linin të livadhiste ku të donte në përkullot, nuk e ndalonin nga asgjë, nuk e ngarkonin dhe nuk e mundonin. Të gjitha ato puna ata i numëronin si punë që kryhen për të fituar kënaqësinë e Zotit, ibadet. Me këtë ajet, Zoti tregon se ai nuk i ka ligjëruar ato lloje punësh dhe se për këtë myslimanëve nuk u lejohet të lënë pasdore dobin e asaj gjëje, të cilën Zoti e ka krijuar që njerëzit të interesohen për të. Fahri Raziu thotë se mohuesit e përmendur në këtë ajet është për Amr ibn Hayyin me shok. Amri me ndjekësit e tij kishin sunduar Mekën, kishin ndryshuar fenë të madhit Ismail dhe kishin vënë idhuj në Qabe për t'i adhuruar ato, madje ai kishte shpifur dhe kishte sajuar edhe 4 emrat e mësipër, duke thënë se këto gjëra Zoti ka bërë punë të lishme. Zoti, për të vërtetuar se shumica e mohuesve nuk kanë mend, urdhëron e thotë: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Kur atyre u thuhet e janë në atë që ka zbritur Zoti dhe në udhën e pejgamberit, ata thanë: neve na mjafton ajo fe që kemi gjetur te prindërit tanë. Po në qoftë se prindërit e tyre s'din asgjë dhe nuk janë të udhëzuar në rrugën e drejtë, përsëri ata nuk e lën fenë e tyre. Sa çudi e madhe? Shpjegime. Ky ajet i madhëruar përfshin një kritik të rëndë kundër atyre që shkojnë pas Berihas dhe imitojnë të tjerët në çështjet themelore të besimit. Ato çështje duhen të shikohen me hollësi dhe të jenë të mbështetura në argumente të plota, e jo të imitohen të tjerët, qoftë edhe prindërit.
Prej ajetit nënkuptohet se nuk lejohet imitimi të tjerëve në ato punë që janë kundër librit të Zotit dhe kundër fjalëve të pejgamberit. Ebu Sudefendiu thot se Zoti përtheksuar se këmbgulja e mohuesve është veprim shumë i shëmtuar dhe i çuditshëm, fjalën në ajet e ka prur me hemze, që ka ato kuptime. Ajeti të jep të kuptosh se nuk i lejohet asnjë njeriu të ndjek udhën e atij që është i humbur, qoftë ai dhe babai i vet. Zoti pasi përbuzi mohuesit për shkak se ata imitojnë prindrit e vet pa bërë asnjë arsyetim, për të porositur besimtarët që të formojnë një besim të drejtë, që të fitojnë një dituri të arsyeshme dhe që të mos u kushtojnë rëndësi mohuesve, urdhëron e thot: Ja eyyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. O ju që keni besuar, vështroni veten tuaj, nuk ju dëmtoni juve ai që e ka humbur udhën e drejtë, vetëm te Zoti është vendi ku do të ktheheni e do të shkoni të gjithë, dhe atëherë ai do t'ju tregojë ç'keni bërë. Shpjegime. O ju që keni besuar, vështroni veten tuaj. Kuptimi: secili prej jush o besimtar është përgjegjës për veten e vet, prandaj secili le të ndreq punët e veta dhe le të kryej detyrat me të cilat është ngarkuar. Asnjë tjetër nuk është përgjegjës për fajet e tjetrit, pasi ai ti ketë kryer detyrat e veta. Ky ajet nuk do të thotë që të lihet pas dore, el emru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, urdhërimi për punë të mira dhe ndalimi nga punët e liga, sepse kjo është një detyrë veçante vërtetuar me Kur'an dhe me fjalën hadithi sherif të pejgamberit. Prandaj Bejzaviu ajetin e ka interpretuar kështu: besimtar, ruajeni veten prej gjunahesh, sepse kur ju të keni ndrequr punën tuaj dhe të keni kryer detyrën e el emru bil ma'ruf, ju nuk ju dëmton as pak këmbgulja në të keqen e atij që nuk i dëgjon këshillat tuaja. Pra, mos dëmtimi nga e keqja varet nga kryerja e detyrës së el emru bil ma'ruf. Prandaj, nëse nuk kryhet kjo detyrë, padyshim sherri të këqijave u takon edhe atyre që kanë heshtur, kur kanë parë të bëhen të këqijat. Ndryshe, ajo heshtje le të kuptohet se të gjithë kanë qenë në një mendje në ato punë, atëherë edhe e keqja i zë të tërë. Abdullah ibn Mubarak ka thënë se ajeti më sipër është urdhri më i rreptë i Kuranit për të kryer detyrën e emru bil ma'ruf. Fjala anfusakum është për gjithë besimtarët, të cilët duke pasur të gjithë një fe, numërohen si një trup i vetëm. Pra, kuptimi i ajetit është: o ju që keni besuar, ruani bashkëfetarët tuaj, nëse ju i ndreqni ata me këshillat tuaja duke i urdhëruar në punë të mira dhe duke i ndaluar në punët e liga, e keqja e atyre që kanë humbur udhën e drejtë nuk ju dëmton juve. Sipas këtij kuptimi, ajeti në fjalë e thekson me forcë të madhe urdhrin për el emru bil ma'ruf. I madhi Ebu Bekër ka thënë: o vëllezër, ju e këndoni këtë ajet, por nuk e kuptoni se ku është qëllimi i tij. Unë kam dëgjuar pejgamberin të thotë: një njeri që e shikon mizorin të dëmtoj botën dhe nuk e ndalon atë nga puna e tij e keqe për shkak të padrejtisë që bën ai, Zoti e përgjithson dëshkimin. Në surën El-Baqara, Zoti e ka lavdëruar ummetin e Muhamedit duke thënë se ai është më i dobishëm i popujve për shkak se merret me el emru bil ma'ruf dhe me en nahyu anil munkar. Fahri Raziu Kaziu dhe Hazini thonë se zbritjen e këtij ajeti ka shkaktuar mjerimi i madh i muslimanëve për mosbesimin e qafirëve, sidomos për kufrin e fisit të vet. Atëherë ka zbritur ajeti më sipër për t'i ngushëlluar ata dhe për t'u thënë atyre se mosbesimi i qafirëve nuk i dëmton ata.